Përshëndetje, të nderuar miq, sot kam nderin që në këtë podcast të kem jo një, jo dy, po 3 zonjusha, 3 studente që më kanë nderuar, janë 90% janë nga qyteti i Korçës. E kam gabim? Jo, shumë Jeni nga saktë. Korçë. Pra, po themi përfaqësuesit e Korçës jeni ju këtu. Ju studioni të treja në një deg në Albany University për Art design. Art Design. Viti 3. Ka mundësi të kem emrat tuaj? Po, Marilena Rusi, Elisa Hyseni. Dhe Vikena Kristollari. Jemi në rregull. Të treja në një klasë, shoqe të pandara, që nga viti i parë, apo jo? po. Ndjeni mirë, ti je nga Tirana, ti jeton në Tiranë, apo jo? Ju jeni ardhur nga Korça. Keni ndjer atë diferencën e Korçës me Tiranën? E ke ndjer? Në fillimet fare, kur ka erdha nga Korça në Tiranë, ishte pak e dallueshme diferenca midis qyteteve, po me kalimin e kohës, besoj se edhe unë u ambientova më shumë dhe kam pak problem pjesën e të kthyerit në Korçë dhe të personave që jetojnë akoma në Korçë dhe i qëndrojnë me mentalitetin e Korçës. Kur veni në Korçë, sa shpejt doni të ktheheni në Tiranë? Sa më shpejt jetë e Sa më mundur. shpejt jetë e mundur. Ju po e them përsëri me një shifër. Ju 90% jeni veshur me black, me të zezë. Pse me të zeza? Ka ndonjë domethënie për ju? Madje dhe flokët që keni lyer përveç teje, i keni të zeza. Ka ndonjë sekret? Luan ndonjë gjë këtu mes jush? Apo rastësi? Për rasti në fakt që treja vishemi me zeza, po thjesht është ngjyrë, besoj e goxha rebele, edhe ngjyrë që është veshur ndër vite si një rebelim kundër. Plus është edhe stili ynë që na përfaqëson në këtë lloj mënyre me zeza. Elisa, je rebele? Në shtëpi apo në shoqërinë? Me të dyja, edhe në shtëpi edhe në shoqëri. Je ai çuni i shtëpisë apo Po, në qoftë se më duhet në një moment caktuar të jem çuni i shtëpisë dhe mund të bëhem çuni i shtëpisë. me shoqet? Me shokut si je? Mjafton një shikim dhe vend gjërat në vend? Jo me shoqërinë, në fakt jam pak tip më argëtues, nuk është se jam kaq serioze, që jam edhe në këto momente. Është vërtet kështu? Është. Është. Po ju si jeni? Je dhe ti në grupin e rebeleve, të themit. Ju dhe ti te grupi i rebeleve? Jeni rebele sepse silleni si rebele, dëgjoni muzikë rebele, çfarë ju bën ju që ju mbledh të trejave bashkë? Në na ka bashkuar më tepër dashuria për artin, si thuash, që në vit të parë. Ma dolet atje ku doja. Sa ekspozita keni hapur deri më sot? Sa ekspozita keni bërë të treja bashkë? Që keni qenë? Po, ne kemi nisur me Silentium Formae, e cila është hapur dhe në Tiranë dhe në Korçë. Pastaj kemi qenë të një ekspozitë që nuk ka qenë vetëm e jone, normalisht ka qenë një grup i madh artistësh, historiku novelave grafike në Serbi, domethënë shqiptare në Serbi. Nga fillimi ne ishim artistët një nga më të rinjt, artistë të rinj, të cilat ekspozuan punët tona. Ndjeni mirë me atë që po studioni? Po, në fakt po. Ndihemi shumë mirë edhe me faktin që zgjodha të paktën diçka që vërtet e doja, edhe nuk e pata të presionin nga prindrit që të zgjidhja diçka që unë nuk doja ta bëja dhe më mbështetën për këtë. Për ty kam një pyetje speciale. Beson se me këto studime që bën ti ke të ardhme, edhe për juve është, do kesh punë dhe do jesh mirë me këtë që ke zgjedhur, apo thjesht e shikon si një, do mbetet si hobi dhe do vazhdosh diçka tjetër? Si e shikon? Të plotson? Në fillim para se të hyja në degën Art Design, u mundova të studioja pak tregun dhe pash që kishte goxha punë. Po me kalimin e kohës, kur mësova gjëra të reja dhe mu hapën porta për gjëra të ndryshme që unë nuk i dija, atëherë mendova që në të ardhmen do ketë sukses me patjetër. Më thënë, qofse i me bi do kërkonte të vinden të studionte me ju, çfarë duhet të ketë ajo? Duhet të ketë ndjesi arti apo çdo gjë mësohet aty? Si? Ka ndonjë prirje, ka ndonjë talent, ka diçka? Çfarë duhet të di një që të jetë i mirë në shkollën tuaj,
Po, sigurisht është dëshira e madhe për të bërë art, edhe për të studiuar art, por shumica është edhe se sa punë bën ti gjatë kohës së shkollës. Duhet punë? Duhet, normalisht, është shumë pak përqind talent edhe gjithë pjesa tjetër është punë dhe eksperiencë, kështu që E keni gdhirë ndonjëherë? Më është pa gjupi, ndonjëherë. Është nga lëndët e vështira që duhet ta gdhish. Jo vetëm për të mësuar, por për të bërë ato punët që duhet të bëni, apo jo? po, ndonjëherë ka qenë edhe për normalisht kemi pasur punë të cilat donim t'i bënim. Do të thënë nuk ka qenë gdhirje thjesht se duhet t'i çonim, por ka qenë edhe për qefin ton, si thua, në një farë mënyra. Në degën tuaj ka më shumë djem apo vajza? Vajza. Vajza? Po. Ka, dhe mund të jenë pak a shumë të barabarta, po prapë mendoj se ka më shumë vajzë sa djem. Edhe personat që e frekuentojnë më shumë shkollën, nga ata që janë të regjistruara më shumë prapë vajza. Janë më shumë nga rrethet apo këtu? S'ka? Më shumë janë nga Tirana, jo nga rrethet. Nga Tirana. Shumë pak nga rrethet. Unë tani do jap një drejtim tjetër bisedës, sepse shikoj mora këtë informacion që më duaj. Dua t'u pyes ju vajzat rebele. Si keni marrëdhëniet me djemtë që nuk janë rebel? Nuk kemi marrëdhënie fare me dim që nuk janë. I shikoni si diçka jashtë mode, si diçka të lënë pas dore, Jo, apo ju afroni vetëm me djem rebel për të bërë shoqëri, nuk po flas për në tutje. Nuk mendoj se është pjesa e të qenurit jashtë mode, është diçka që unë nuk mund të kem asnjë lloj interesi të përbashkët me personin, nuk mund të bëj muhabet me një person të cili nuk ka pothuajse të njëjtat interese me Kemi mua. lifestyle-in tuaj, keni Po, stilin do e t'jenë- jetës suaj. Të paktën lëm pjesën e veshjes më janë, sepse nuk ka rëndësi që të vishen një ide rebele, por thjesht i kenë ato idetë rebele. Se në momentin që unë bëj muhabet me një person dhe s'ka absolutisht asnjë lloj interesi të njëjtë me mua dhe nuk e shef botën të paktën në një lloj mënyre si e shoh, nuk mund të vazhdoj të bëj shumë muhabet me personin. Dhe si e shikoni botën ju rebelet? Viki, si e shikoni botën ju? Me që po flasim për këtë. Mund ta plotësosh, sa të bëhet Viki gati. Sa po regjia të bëhet gati, ne vazhdojmë. Pyetja qëndron për ju, se s'ka problem. Si e shohim botën? Është shëndeca dhe unë të shohim. Okej. Kalojmë në pyetje tjetër. Ju jeni të rritura tani. Sa e vështirë është për një vajzë nga provinca të krijojë një lidhje me një djalë nga Tirana? Ju shikojnë si provinciale, ju shikojnë si të prapambetura, ju shikojnë që nuk vleni, jeni shumë prapa mentalitetit të tyre, e keni ndjerë këtë, jo për ty se ti jeni çik nga Tirana, po flas për ty. Jo, S'keni patur gjërat. Një asnjë lloj problemi me faktin që vim nga provinca. Nuk është se e kam parë ndonjëherë këtë pjesë si problem që jam nga Korça. Në momentin që vi edhe ju them personave që janë nga Korça, më duket se u bëhet më shumë qefi që jam nga Korça. Nuk është se keni Jo, ndjerë fare, gjërat të asnjë lloj tilla. problemi me këtë lloj pjese. Të bëj një pyetje, unë e di që s'do marr përgjigje, po do bëj një pyetje. Cigare pini? Kalojmë në pyetje tjetër. Mora përgjigje, kalojmë në pyetje. Fatkeqësi e kohës, nuk di si ta them, ka që marrim droga. Diskutohet edhe në shkollat mesme dhe në shkollat larta. Është e vështirë të bëni shoqëri me vajzat e djemt që marrin substanca? Në fakt kemi një grup shumë të ngushtë shoqëror, që shihni, jemi prej 3 personash që jemi Dhe këtu. nuk marrin dhe nuk e di për të katërt. Po mirë, ju jeni shoqe. Kur fillon dikush prej jush, ka një dobësi ose një tërheqje për dikë, ja thoni njëra tjetrës? Nëse kemi, sigurisht që keni. Ja thoni njëra tjetrës gjithë të fshetat? Po ne e kuptojmë njëra tjetrën me sy, kështu që direkt sa ndodh një gjë e tillë, merret vesh. Mendoni se shoqëria juaj do të zgjatë, do të jetë e gjatë? Po. Jeni gritur ndonjëherë? Grinin, vajzat mos ta diskutojmë. Normalisht, po ka qenë Ngrinje për rindje të çfarë? vogla. Për roba, për çfarë grinin? Për veshje, për orare? Kush nga ju vonohet më shumë në orare? Në Viki. takime? Viki. Viki. Kush është më e rrepta nga ju? Që do bëhet kjo.
Kush urdhëron? Komandant e grupit duhet të keni, tash mos më thoni s'keni grup. Kemi komandante. komandante. Zakonisht grindemi për Kush do bëhet lideri i grupit? jo për Jo, lider, lider, jo. grindemi që ku do i dalim më tepër. Kush ka drejt një debat? Kush flet më shumë nga ju që si pushon goja? Kush bën shaka më shumë nga ju? Gjitha kemi një sens humori kështu. Keni sens humori. Kur bëni plane për të ardhmen, kush është ajo që kundërshton më shumë? Që thotë, jo, kush është më mosbesuesja ta themi, më ndryshe? Ka mosbesim? Jo, mosbesim nuk ka pasur. Ne zakonisht jemi në një mendje për çdo plan që bëjmë për të ardhmen. Kështu që mosbesim absolutisht jo, por më shumë shtojmë gjëra të tjera tek ai plani, që ta bëjmë sa më që plani të bëhet, mos ngelet thjesht plan, por të zhvillohet në të ardhmen, kështu që Me shoqjet e tjera të kursit, debatoni ndonjëherë, flisni, sigurisht që flisni, po a debatoni? shoqet shkollës. Dhe. Ka pasur raste që ka pasur raste në shkollë për ndonjë temë të caktuar që ka pasur edhe debate, të cilat nuk kanë agravuar. Edhe që s'flisni pastaj se u prishet normal, merr me tonë të shis. Normale tani. Kjo se kemi ndonjë shoqëri të madhe me personat e tjerë në klasë, jemi më shumë të treja. Jo më shumë, jemi vetëm Ju të shikoni treja. si të çuditshmet? Mos më thoni jo. Tani kemi gjuar të llafe. Ne kemi dëgjuar llafe, të si kthyer me llafe, me çfarë do të them, me heshtje, Nuk bëjmë. me shpërfillje. Jo. Kështu do të thënë. Çfarë plani keni për të bërë tani afër? Çfarë keni nduar, çfarë po bëni? E di që jeni në sezon provimesh. Çfarë më thonë ndonjë të fshetë që nuk ma kanë thënë ai pedagogu ju i shpendi. Më thonë në gjë të bukur që po bëni dhe ta marrin vesh njerëzit që shfryn gjërat kështu. Kemi ndonjë gjë? Po më shikon me ca sy kjo mua. Ç'kemi mua? Po keni nuk themi gjë. Kemi gjë të bukur në plan. Besoj do keni gjëra të bukura. Bravo qoftë. Lexoni Po. literaturë flas artistike, po përveç librave të shkollës. Lexoni. Po. Cilat libra u tërheqin më shumë? Kuj zhanri? Po, unë lexoj më tepër letërsi gotike, më ka tërhequr gjithmonë, e kam nisur që në vitet e adoleshencës deri tani. Po më tërheq së fundmi pak psikologjia dhe kam lexuar një libër që kam mbaruar së fundmi psikologji dhe po lexoj një, më thënë, kam filluar në hapat e parë të filozofisë, se nuk është se kam lexuar filozofi shumë përpara. Ju ndihmon kjo leximi i këtyre librave që më the, të ndihmon në artin? Po, goxha shumë. Ndoshta edhe për të kuptuar veten tek pjesa e psikologjisë. Goxha, edhe për të kuptuar. Kesh ato që si kupton, këtu jemi ne. Të pëlqen zyrat? Po. Zyrë psikologjike. Natyrisht vinë për këshillime, vinë për gjërat e tjera. Ju çfarë librash lexoni? Unë kohë të fundit kam filluar për lexoj letërsi japoneze. Është për mua të paktën tani që kam filluar të lexoj se kalova nga letërsia ruse për Dostojevskin tek letërsia japoneze dhe më duken komplet gjëra të ndryshme. Dostojevski ishte pak i vështirë për të lexuar një pjesë, ishte edhe pak më vështirë për të vazhduar ta lexoje dhe më duhej periudha kohë të gjallë për ta lexuar, ndërsa letërsia japoneze është pak më lehtë për të golltitur si letërsi. Ndoshta varet edhe nga përkthësit, varet nga luajnë rol të gjitha normalisht. gjërat. Juve ç'libra lexoni? Jam Mora vesh. Më falë, se bëjmë në gabim njerëzim. Okej. Muzikën që dëgjon, doja të pyesja se e thash gabim. Nuk duhet të bëj. Muzika që dëgjon. Edhe muzikën nuk dëgjon. Mirë. Me kuklla luan më li. Jo. Hobi yt më i dashur përveç kësaj që bën në shkollë, cila është? Cili është? Qofse është. I vjen së do mashkullore. thoja diçka po. Gjumi. Gjumi. Është përgjigjja më e zgjuar që mund t'i jap dikush dhe bravo të qoftë që jete gjumi.
Dhe sa orë bën gjumë kështu pa ndërprerje, pa marrë frymë, si thënë? Deri tani maksimumi Sa ke vajtur? 15 orë. 15 orë. I bëfsh 100 ke. Ju me gjumë si jeni? Keq fare. Flini, apo pak? Jo, pak. Do më thënë, e kam orarin e gjumit pak natruar. Një ditë mund të fle 4 orë, një ditë 6, një ditë 10. Do më thënë, nuk jam e balancuar me gjumin. Ju shikoni djemë dhe vajza në shkollë dhe në jetën tuaj të përditshme, dilni për këto pabe natën, dilni, është stil jetë, nuk po them nuk dilni. Veni në pabe që kanë muzikë, Muzikë rock. rock, Po. edhe ju te rock. Po ti që je në gjumë, apo ta dërgojnë ty me... apo ti dëgjon në wireless, ndë. Që edhe unë me I gozën. shoqëron dhe ti, e shkret ati që i ditën tjetër, ti për të vëzhgëncuar atë. Rocku pëlqen më shumë. U shpreh, ndjeni mirë aty? Nuk ndjeni të shurdhuara kur dilni? Ndjemi të shurdhura, po është Një shurdhim i bukur. Mirë, po, shumë i bukur. Sidomos pasi ke kërcyer, shumë mirë. Ju që shkoni që unë nuk i frekuentoj dhe për moshën nuk i frekuentoj këto pabet. Kush pi më shumë alkohol? Vajzat apo djemë? Si do them dhe për cigaret, që ju shumë intereson fare për kjo. Po flasim, alkohol, kush konsumon? Konsumojnë vajzat alkohol? Këtu tek ne? Konsumoj. Konsumojnë. Nga të gjitha, të forta, të udopta, nga shoca, deri sa të ngrënë, nuk. Sa të mbaj. Sa të mbaj. Kush ka provuar të dedë në një nga jo? Ka provuar në një? Rasisht, në një fest, në një party. Jemi trulloshur, është e pa mundur, që një është i gjallë. Grimi për ju thot gjë? Shprej një gjë me grim? Me grimin që bëni? Po. Çfarë? Zakonisht, unë personalisht më pëlqen të eksperimentoj me ngjyrat të syt, për shembull. Edhe Sot si ketë bërë sytë shumë. ja, çik fare. Qik fare. Fare. Po. Kështu që varet nga mënyra si ndihem atë ditë. Mund të shprejmë rebelizmi dhe me grimin që bëjmë? Po, po. Ashtu si veshja edhe grimi ka vendin e tij. Për juve? Edhe grimi. Po, shpreh rebelizëm gjithashtu më bën të ndihem dhe më mirë me veten. Okej. Kur shikoni vajza të vogla, të 9 vjeçares, me grim, bëjnë. Si u duken? Janë rritur para kohë, duan të rriten, çfarë? Pse e bëjnë? Mendimi, mua në fakt nuk më pëlqen, po në fund të ditës është Personale, zgjidhja e kam tyre, personalitet, po, ne fyem, sigurisht. Nuk hymë asaj. Me tatuazhet si kemi punën në goca? Të donim kishim shumë, po. Kini bërë. Nuk më duhet se ku, po kini bërë. Pse bën njerëzit tatuazhe? Ju pse keni bërë? Çfarë doni të tregoni me tatuazhe? Unë kam vetëm një tatuazh dhe atë për tatuazhe kam bërë për një personazh në një film i cili unë e shoh shumë veten. Prandaj kam bërë tatuazhin. Tatuazhi pse bëhet? Përgatitur ti pyetjen e radhës. Pse e bëni tatuazhin? Çfarë doni të tregoni kur bëni tatuazh? Më tepër besoj se është diçka personale, të cilën ti do ta kesh në trup tërkohës. Po gjithashtu është edhe fakti që të tjerët të kuptojnë më shumë. E bëni për ta parë ju apo e bëni për ta parë të tjerët? Po, fillimisht Djegja. bëhet për ta parë ne, pastaj. Jo. Këtu do debatojmë. Tatuazhin pse e bëjmë? Për vetë apo për tjetrin? Për të tjerët? Për vetë. Dakor, ne çpohemi, por ne e bëjmë për të tjerët sepse zakonisht njerëzit e vënë në pjesë të ndryshme të trupit ku edhe nuk mund mos e shohin. E vënë në shpatull, e vënë në pjesë të ndryshme që por zakonisht për juve çfarë është njëri që është i mbushur me tatuazhe? Kemi djem plot, edhe vajza, edhe gra kanë parë me tatuazhe plot. Arrini ta psikologjisni pse i ka bërë tatuazhet aq shumë? Mirë një, nuk e di, po shumë. Janë bërë si qilima kështu. Pa i ofenduar, kam shumë respekt për gjithë. Kam lexuar një vend për një person që kishte mbushur gjithë trupin me tatuazhe dhe si e shpjegoja ishte për faktin që donte të kishte kujtim çdo gjë që kishte bërë dhe ta kishte trupin e vet si me çdo periudhë të jetës dhe çdo gjë që kishte ndodhur donte ta kishte diku që ta mbante mend. Dakor, ai Një kishte lloj bërë. arsye. Unë flas për ju. Një njeri që ka shumë tatuazhe, çfarë ka? E këtini? Jo. Kërkon vëmendje në radhë parë që ta shikojnë dhe ka vetë vlerësim të ulët.
ai do që të bjerë në sy. Është i paplotësuar. Kështu thot shkenca e psikologjisë. Nuk e them unë. Mua mos më dëgjoni, po shkenca këtë thot. Dhe nuk duhet t'i ofendoj ata që e bëjnë, sepse njerëzit janë të ndryshëm, kanë individualitetin e tyre, mund të bëjnë ç'të duhet ty se të bëj unë. Unë po të shpojmë në fund të fundit. Por shkenca e psikologjisë, jo vetëm ata, por edhe persona të tjerë, të cilët bëjnë gjëra të ndryshme me trupin e tyre, me flokë, me ngjyra të çuditshme, ku të gjën bëjnë blu, i bëjnë jeshile, i bëjnë të verdha, i bëjnë të kuqe, të theksuara, vetëm për të rënë në sy. Dhe nuk e kanë keq. Ne kemi nevojë për vetvlerësim. Dhe kjo është një shenjë e dallueshme, po është një grup i madh. Po të rinë të flasim për ato, nuk do na flasi mikesha ime Viki, që është përgatitur për të na thënë se bëhen tatuazhet. Unë s'kam as tatuazh në gjë. Unë imagjinoj ti tatuazhe që mund të bëje një jastëk për të fjetur. Sepse s'do ngohesh e gjumë. Ide e mirë. Nëse nuk do të vazhdoj këtë shkollë, çfarë kishe dëshirë ose ke dëshirë të bësh përveç art designit, gjë tjetër që bën, që ke qejf të bësh? Sport, bën? Që do të thotë? Ja. Jo. Si nga Korça nuk bëket në sport juve? Ju merr me sport? Jo. Farë. Ko që pyes e ty, që pyes unë, që pyes. Gjëja më e bukur që keni bërë ndonjëherë të treja bashkë, një gjë që do e mbani mend. A keni qeshur, a keni qara, jeni mërzitur të treja, a keni të thyer, a keni grisur ato që keni bërë, a keni... Kur ka qenë një gjë e jashtëzakonshme që keni bërë të treja, dhe do e mbani mend gjithë jetën. Që e kujtoni dhe qeshni ose e kujtoni dhe mërziteni. Kemi ngjarje të tilla? Ka aq shumë. Aq shumë, nuk harroj. Sa që me zi do i zgjidhja. Po, ka qenë eksperiencë shumë e bukur edhe ekspozita e parë. Do të thënë, kohët kur rinim edhe punonim tek vendi i ekspozitës, që e ndërtuam me duart tona, si thua. Edhe ka qenë një nga eksperienca më të bukura, që nuk besoj do harrojmë. A të bëj një pyetje juve. Në një nga punimet tuaja keni shitur ndonjë? Keni arritur? Jo. Kur do shisni punën e parë, do më qerasni, do më jepni një birë. Okay. Ram dakord tu tani? Po, ja hodhëm. Dhe kur do ndodh, kjo do ndodh shumë shpejt. Me thënë, tani jemi në Shkur, besoj që nga Behari do keni shitur ndonjë. Se qa do shitur? Për juve kush është shkrimtari më i mirë? Që të pëlqen, më i mirë. Që më pëlqen? Nga ato që the, nga ato libra që ke lexuar. Unë kam goxha qejf Edgar Allan Poe, por që nuk e di, unë jam goxha, unë zakonisht kam me libra specifik më tepër se me autor. Nëse nuk lexoj shumë nga autori, po më të lexoj më tepër një libër specifik për përmbajtjen që ka. Prandaj më ka tërhequr edhe më ka inspiruar goxha Edgar Allan Poe dhe në punën time, kështu që. Juve keni ndonjë preferuar? Viki do ma thot. Në qoftë do zgjidha një autor i cili më ka lënë goxha mbresa të mira, është edhe George Orwell, me Fermën e Kafshëve dhe me 1984, në cili ka qenë një libër që unë e kam lexuar në gjimnaz, më duket, dhe ka lënë goxha impakt në mua. Të dy librat. Viki, fjala për juve. Ti lexojnë këto tjera, s'do lexoj të unë, të mos ta bëjmë baltë këtë muhabet. Nuk e ke mirë me leximin. Po të flesh 15 orë, ku do kesh kohë për të lexuar? Megjithatë, ju i ndiqni shfaqjet teatrore, ekspozitat që bëhen, shkoni, apo jo, e keni dhe si detyrim. Do një gjë që u ka tërhequr më shumë në mendje, cila ekspozit ka qenë, e kujt, nëse keni pajt, ose një shfaqje teatrore që u ka bërë përshtypje. Që ta kuptoni juve, di pse ju ka marrë sot këtu. Unë mund të merr edhe 3 vajza të tjera në rrugë. Dua të di se çfarë bëjnë 3 vajza, pavarësisht se janë shoqe, që studiojnë për art, që flasin për art, sepse unë dua të jap përcjell atyre njerëzve që në Tiranë nuk ka vetëm vajza që ata shikojnë për televizione, unë dua vajza që nuk dalin në televizione. Nuk janë të
televizionit, po janë ato vajzat që ne duhet të ngrihemi, të përkulemi para tyre, se të kemi respekt se ato të vënë në shkollë, mësojnë dhe bëjnë gjëra të bukura. Ky është mesazhi që duam të japim. Nuk kemi mesazhe të tjera. Dhe unë jam i lumtur që kam 3 vajza këtu, studente, të cilat kanë ëndra dhe duan t'i bëjnë ato. Prandaj po pyes nga të gjitha anët, sepse duhet të nxjerr sa më shumë gjëra që ju i keni, po u vjen çik turp për të mi thënë, apo jo kam gabim. Ja, gjithmonë e di dakord te mua. Po. Në këtë rrugë që keni marrë, ndonjë nga familjarët tuaj merret me art? Ndodheni rastësisht këtu, jeni Kam vetëm një kushërir, të cilën gjatë kohës që rritesha, ka studiuar në një vend. Dhe gjatë kohës që rritesha e shija që bënte foto, merre me grafik, dhe si të thuash më ka pëlqyer goxha kjo, kështu që më shumë kam nisur edhe këtë sepse më jep edhe libra për art, kam pasur enciklopedi për artin edhe jo se më ka shtyr ajo, po thjesht kam qenë goxha kurioze si fëmijë dhe jam merrja ato aparatin e shija fotot. Kështu se të thuash vetëm ajo. Më ka ngul një palsy mua kjo, se që natë ka me mua. Shishëm Do të bëj një pyetje të lehtë, sepse ju rebelet duhet patur kujdes me rebelet. Kur i pën ai damari keq, ajo orë e keqe që vjen, sa orë të mbani nati me dikë? Mund të më mbaj edhe gjithë ditën, mund të më mbaj edhe për ditë, me radhë. Po varet se sa shumë gjana kam personin, nëse kam shumë gjana nuk më mban shumë i natë. Nëse se kam, mund të më mbaj edhe gjithmonë, tërkohën. Po për të qeshur qeshni? Po. Edhe kur jeni mërzitur, nuk qeshni pas. Në moment që bëj një shaka, unë s'e marr shumë gjëra shumë seriozisht, sidomos kur jam me grupin, po mund edhe ta kaloj mërzimin e të qeshur. Kafe? Si keni marrëdhënie me kafet? Macchiato? Bamb. Pini. Ty të pyes veqi se ti natyrisht ti pi. Ti pi. Vendi më i bukur që keni parë në Shqipëri, pastaj jashtë ku keni shkuar? Kush është për ju? Vendi më i bukur. Që thua në Shqipëri kam parë këtë, se në filan vend kam parë këtë. Kë mund të themi? Mua më ka pëlqyer shumë kur kam shkuar në Butrint. Kam pasur një eksperiencë, kam qenë e smur atë ditë në fakt. Pastaj zbulova që ishte tempulli i Jugeas aty. Edhe si të thuash, gjithë energjia ime keqe iku atë ditë dhe ka qenë eksperiencë goxha e bukur aty. Jashtë keni shkuar në një ekspozitë, në një muze, në një gjë? Po, kemi qenë në Serbi për ekspozitën. Po? Në Serbi edhe aty Aty ke parë gjithë bukur. Viki, Eriso. për ty e kam. Dhe i rishkasim këtej. Të paktën muzeun në Korçë mesjetarin e ke parë. Po, kemi Me shkuar atë mund të bashkë. mburemi të gjithë me atë. Është shumë i bukur. Përveç muzeut mesjetarit që ke parë në Korçë, çfarë tjetër ke parë të bukur? Muzeun e Gjon Mili, prapë në Korçë. Po? Më pëlqejnë fotografitë që ai eksperimentonte. Jashtë ke vajtur? Rom, Itali, këto Serbi. s'keni lëvizur. Më blidhin lekët bëni një xhiro në për Evropë goca sepse do shikoni gjërat e bukura. Avash. Tani të kam një pyetje shumë kështu, po nuk e di, do e gëlltisni dot. Nëse do t'u bëja një propozim të treve, dhe ju them, shkolla juaj mbyllet, ndërpriten studimet, për çfarë do veni studioni? Haroni këto që keni marrë. Çfarë do zgjidhni? Do hapem shkollën. Shkolla u mbyll, nuk kam më. Ne e bëm këtë opsion. Nuk hiqni dorë nga kjo. Ja. E doni shumë. Ç'tu bëj unë? Për master do bëni? Po, kështu e kemi Aty sigurisht për ta përsëri bërë. do vazhdoni në Besoj shkollë. po. Ju pasi të mbaroni këtë shkollë, ku do të punoni? Çfarë mendoni se mund të bëni? Ku mund të gjeni vend pune? Kuptoj, unë në fakt dua që gjatë karrierës time në të ardhmen të merrem me goxha fusha, pra të eksperimentoj një fushë, pastaj një tjetër. Personalisht më pëlqen goxha multimedia, të merrem me multimedia,
Kështu që besoj gjej veten duke punuar dhe diçka që ngjashme ose që ka lidhje me multimedien. Mendoj edhe unë, nuk jam ende e sigurt, por më pëlqen të eksperimentoj. Më pëlqejnë shumë edhe dhuratat të personalizuara, pasi Shumë e bukur. punoja më përpara doja të hapja edhe një biznes të vogël që të ishte në emrin tim. Po seci. Jo, s'ka vazhduar akoma. S'ka Jemi vazhdo. akoma në... Kur mendoni që të është mosha më e bukur për të martuar? Ose mosha ideale që s'duhet kaluar kjo? Unë Nuk e mendon. se mendoj fare martesën, të paktën tani, nuk e di atë ndryshim mendje më vonë. Ka shoqet tuaja që e mendojnë madje janë dhe fejur, mos të flasim. Po, ka. Normalisht është secili e shoh martesën në mënyrën e tij, por që unë tani në këtë stad të jetës që jam, nuk është se mendoj për shkakun në të ardhmen. Më shumë jam fokusuar te karriera dhe si dua të arrij atë. Ç'e mendoni për ato që martohen? E kanë gabim apo mirë? Zgjedhja e tyre. Është zgjidhja e tyre. Juve, nëse do ndodhte do ta pranoni? Jeni pro bërjes së familjes apo ju thoni ja, le të roja shumë vetëm ç'a do bëj, lajve atë të shite. Le bëj jetën time. Zjeni nga këto, ju diskutoni gjëra të tilla? Ti si ke mendjen? Si mendon si është raporti i të rinjve, atyre shoqeve, shokëve që një e thonë e diskutojnë martesën apo janë kështu, nuk bëhet fjalë në këtë moshë që jeni ju, që të shkojnë në përmend një gjë e tillë. Varet nga personi, po ka persona të cilët Janë të prirur për të krijuar familje. Patjetër. Po ka edhe persona të cilën as nuk duan të lidhen, për shembull, pa Ju mbi çfarë do ta zgjidhni atë të dashurin tuaj? Në bazë të bukurisë, në bazë të tatuazheve, në bazë të pasurisë, në bazë të mençurisë, në bazë të humorit, në bazë të karrierës? Cilat do të ishin ato që ju do të zgjidhnit? Nëse do të jepja unë një laps dhe letër, si do të ishte ky, jo i dashuri, por të themi ai që ti do të kaloje jetën. Mbi ç'bazë do thoshe, ai që do ketë çfarë? Po, na kam shumë të rëndësishme pjesën e zgjuarësisë. Zgjuarësisë. Po, dhe të ketë një sens humori pothuajse të njëjtë me mua. I ka e ato, po s'ka para. Si t'ja bëjmë? Jo, para normalisht që s'është i Pa, zgjuar. bëre të parën, kaloj të parën. Gati është, nuk të futej, vike ti në rregullje. Nëse si zgjuar i ditet ta menaxhoj dhe normalisht edhe të bëj para. Është një nga kriteret baza ekonomike të ardhurat janë që thonë, jo, të jetë i mirë dhe unë s'kam nevojë. Ndodh? Normalisht që është. Jo. Statusi familjar i tij luan rol për ju? Qofse ai do vjet punëtor fare i thjesht dhe ju vini nga një familje të zëm intelektualesh, nuk e di. Familja juaj si është. Do ta merrje një me nivel më të ulët intelektual familjar? besoj se po. Po nëse është më lart se ju? S'ka problem për... E ka i problem. Se këti po e ka i. Viki, të të letë flesh? Jo. Jo. Këto, nuk e di se sa i diskutoni ju, apo se sa, ndoshta, jam i sigurt që i diskutoni. Në qoftë se do kishim filluar që në fillim të diskutonin për familjen, do kishte rrjedhë tjetër biseda jonë. Ju mendoni që nuk luan rol fare, sepse asnjë nuk përmendi parat. Parat luajnë rol? Viki, përgatitu. Po Marinela. Edhe unë si qytetarisa kam të rëndësishme për dikë i cili të jetë i fokusuar në karrierën e tij, e normalisht të krijoj një karrierë të sigurt për të ardhmen. Edhe të jemi normalisht njësoj, pothuajse me hapin ton që kemi atë të karrierës. Që të jetë e balancuar fiksi shtatërisa. Më të njëjti mendim, thjesht po e them sërish. Vaca, ne në këtë podcast
pothuajse i prekëm pak a shumë të gjitha gjërat. Ne bëm dhe pak humor, sepse është e pamundur të mos bëjmë humor, se s'kemi ardhur këtu për ngushëllimet e njëri tjetrit. Ju më zbukuruat këtë zyrë dhe këtë pasdite. Unë do ju uroja suksese në shkollë, në jetë po, por do më jepni fjalën që kur të merrni rrogën e parë ose kur të shisni atë punën e parë, më do më qërasni një. Në rregull? Viki, ti e di. Ju faleminderit. Miq, ky ishte edhe podcasti për këtë radhë. Ne edhe në emrin tuaj falenderoj vajzat që kishim këtu. Mirë takofshim në podcastet tjerë.